Ka dekada që nuk ndodh asgjë dhe ka javë që ndodhin sa për nuk ndodhin për dekada. Edhe pse këtë thonë që e ka thënë Lenini është një fjalë më e hershme se ai. Këtë po bën zoti Trump. Trump po thyen nyjen gordiane. E bëri me emigracionin, e bëri me tarifët, Madurën, Iranin, natyrisht do të vazhdojë me Groenlandën. Presidenti Trump për 12 muaj ka realizuar shumë herë më tepër se ç'fritej, të jemi realist. Imagjinoni se çfarë do të kishte ndodhur sikur këtë vend ta drejtonte Kamala Harris. 77 milion amerikanë votuan për Trump sepse besuan se do të ringjallej vendi që po shkonte në mënyrë skandaloze nga ana ekonomike. Natyrisht që çmimet e ushqimeve dhe të siguracioneve mbeten të larta. Inflacioni duket sikur është ulur, thuajse i njëjtë në javën e parë kur ishte presidenti Trump që rreth 3%, sot është 2.7%. Por problemi është papunësia. Muajin e kaluar ja krijuar vetëm 50 vende pune. Kjo sepse nga tarifat janë shtepur. Po në Shqipëri, Ahmetaj duket se po bashkëpunon me SPAK, të paktën ka bashkëpunuar me ligjzbatues të huaj perëndimor. Ndaj po afrohen tek Surreli, ndaj po afrohen tek familjarët e Ramës, i cili kërkon të na kthej vitet 60 me një zëvendës kryeministër Balluku dhe me lidhje me Kinën. Ata mbeten varshavian zemër dhe anti-perëndimor, anti-amerikan, anti-NATO, nuk ka asnjë dyshim. Fundit i dihet. Kam thënë që janë zhdukur 50 milion dollar tek ABI Bank. Kam gabuar 6 herë. Transfertat janë bërë në ishujt parajsave fiskale. Ligjzbatuesit agjencitë perëndimore po hetojnë. Më shumë sot në Fokus.